Gjatë një bisede me Eglin, Dania ndau një histori personale nga e shkuara, duke treguar për një marrëdhënie që e konsideron toksike. Ajo pranoi se ishte një lidhje që në atë kohë I dukej e madhe, por më vonë kuptoi se kishte qenë e dëmshme për të. Dania rrëfeu se ish partneri I saj ishte larguar pa pritur dhe më pas kishte mësuar se ai ishte fejuar me një vajzë të virgjër. Ajo pranoi se kaloi një periudhë të vështirë pas ndarjes, duke luftuar për 3 vite me veten për ta pranuar situatën. Nelin, unë jam 32 vjeçë sot. E kam kaluar një histori dashurie shumë të madhe, në mendjen time shumë të madhe. Ajo ishte ajo toksike. Në atë kohë ajo më dukej e madhe. Isha e çmendur, tha Dania, e cila më pas shton, Nelin, banorja shtoi gjithashtu se babai I saj mund të jetë shokuar nga përmendja e emrit të Redit në shtëpi, dhe tha se do të merret me këtë çështje pas daljes nga spektakli. Në fund, Dania pranoi se I është dashur mbështetja e motrës për ta kaluar atë periudhë të errët. Dania rrëfeu se ish partneri I saj ishte larguar pa pritur dhe më pas kishte mësuar se ai ishte fejuar me një vajzë të virgjër. Ajo pranoi se kaloi një periudhë të vështirë pas ndarjes, duke luftuar për 3 vite me veten për ta pranuar situatën. Nelin, unë jam 32 vjeçë sot. E kam kaluar një histori dashurie shumë të madhe, në mendjen time shumë të madhe. Ajo ishte ajo toksike. Në atë kohë ajo më dukej e madhe. Isha e çmendur, tha Dania, e cila më pas shton, Nelin, banorja shtoi gjithashtu se babai I saj mund të jetë shokuar nga përmendja e emrit të Redit në shtëpi, dhe tha se do të merret me këtë çështje pas daljes nga spektakli. Në fund, Dania pranoi se I është dashur mbështetja e motrës për ta kaluar atë periudhë.